marrëdhëniet seksuale ose përjetimi i marrëdhënies seksuale gjatë gjumit është fenomen shumë i shpeshtë, ndodh normal te njerëzit që kanë epsh seksual dhe te ata që fantazojnë shumë. Duke qenë fantazues të shpeshtë ose duke qenë fantazues të zjarrt, ata krijojnë në trurin e tyre imagjinata, krijojnë impulse të cilat pastaj reflektohen edhe gjatë gjumit. Është shumë interesant që zakonisht personat që ankohen, që në gjendje të zgjuar kanë probleme seksuale, në gjumë edhe zgjasin më tepër, ashtu e shpjegojnë, edhe nuk e kanë problem shumë ejakulimin. Nëse ndodh një marrëdhënie seksuale gjatë gjumit, që shoqërohet edhe me ejakulim, të cilin dallon tash seksi mashkull e ka shumë lehtë me dokumentu që ka pas ejakulim, sepse e sheh në çarçaf ose në pjesët në brekt apo në veshrat e mbrëmshme, për dallim prej seksit femër që e ka vështirë me e dokumentu orgazmin nganjëherë, se s'ka çysh e dokumenton, nuk sheh përveç atyne që bojnë skvirt ose që derdhen gjatë marrëdhënies seksuale, pjesa tjetër e ka problem me thonë që ka pas orgazm ose ka përjetu orgazm, po e shpjegon si një ndjenjë të mirë të kënaqësisë. Të dy sekset është interesant që kënaqen në marrëdhënie seksuale sepse nuk e kanë asnjë prej pengesave që i kanë në gjendje zgjumë. Shumica e atrive e kanë problem shumë frikën prej performancës. Momenti kur ata janë me një partner në gjendje zgjumë dhe mendojnë a thua ka me mujt, mos nuk kam erekcion dhe mos po turprohem, i bën që me pas performancë tult. Asnjë nga këto nuk ndodh gjatë natës. Pra janë të lirë nga frika e performancës, janë të lirë me u shpreh, janë gjona që i fantazojnë lirshëm dhe kalojnë nëpër sistemin e tyre nervor pa ato pengesat tona. Unë zakonisht i them pacientëve që truri është organi jonë seksual kryesor dhe kur në tru programohet, dizajnohet dhe kryhet marrëdhënia seksuale, atëherë është lehtë të shpjegueshme që është edhe si shprehje shumë e kënaqshme se sa të ata që i bojnë pengesa. Gjatë kohës së gjumit varet shumë në cilën fazë gjumit i shohin këto ëndra seksuale. Në 3 orëshin e parë, këto ëndra janë shumë më intensive, janë pacientët i përshkruajnë si pjesë kur kanë përjetu kënaqësi shumë më të mirë dhe si pasojë shumica nga ata me zispresin, me u përsërit edhe një natë tjetër me shpresën që prap gjatë ëndrës kanë me përjetue ndjenja të mira që i kanë përjetu natën e kaluar, po nuk ndodh gjithë. Nuk mundem me pa ëndra kur dojmë na. Ëndra vinë vetveti, është normal. Fantazia bën veten, stimulimi gjatë ditës, mendimi gjatë ditës për një partner ose për një marrëdhënie seksуale, është ajo që i rrit gjasat që gjatë natës me zhvilluar një marrëdhënie seksuale duke qenë gjumë dhe me përfunduar me një orgazm apo me një ejakulim të mirë.